Rreth 24 orë pas largimit zyrtar, ish trajneri përfaqësues Kuqezi, duke mos preferuar të flasë për mediat shqiptare, ka shpjeguar aventurën e tij në Shqipëri në një intervistë për mediat holandeze, ku thekson edhe një herë dëshirën e federatës për të mos e larguar, por që gjithsesi pranon se kombinimi Han-Shqipëri nuk shkonte. Federata nuk donte që unë të largohesha. Ndodh kudo që të humbasësh ndeshje, por unë në të vërtetë preferoja të punoja ndryshe nga sa kisha mundësitë në Shqipëri. Ndeshja me Maltën ishte shumë e dobët, ndërkohë që me Hungarinë humbëm në fushën e tyre edhe pse luajtë mirë, por në fakt humbëm edhe në ndeshjen në Tiranë. Arsyet e një paraqitje të dobët, sidomos në 3 ndeshjet e fundit, hani gjen pikërisht në mënyrën e organizimit dhe kushtet që sipas tij nuk ishin as pak optimale për të përgatitur një përfaqësuese. Skuadrës që kisha unë i mungonte organizimi, një gjë që unë e kisha diskutuar që në fillim me drejtuesit e federatës. Mungonin shumë gjëra që shpesh të bëheshin të mundura nga presidenti Duka. Para ndeshjes me Hungarinë na mbyllën stadiumin dhe falënderyres së ministrit na lanë të stërviteshim. Po ashtu edhe në hotelet ku grumbulloheshim na mungonte ushqimi dhe lëngjet, kushte që më bënin të ndihesha më shumë si menaxher sesa si trajner. Në takimin e fundit me presidentin Duka më tha, "Çfarë mendon?" E në fakt, çfarë të mendoja, i thash. Kemi arritur në fund, nuk kam asnjë arsye që të vazhdojmë bashkëpunimin. Kur ish trajnerin e përfaqësuesës Kuqezi e pyesin se çfarë ishte ajo që nuk bëri, Han thot: "Nuk fituam. Ndoshta doja rija shumë gjëra njëkohësisht, por në një vend si Shqipëria nuk është gjithçka e mundshme. Ata nuk kishin një objektiv. Tashmë bollëm me Shqipërinë. Unë atje nuk kisha ndikim, ndryshe nga periudha që kalova në Kinë. Kjo është e gjitha." Tashmë ardhmja e trajnerit holandez me sa duket është sërish Kina, pasi vetë ai thotë se gjithmonë është kontaktuar nga Federata Kineze e Futbollit dhe i është kërkuar që të rikthehet në momentin që do të jetë i lirë. Këtë gjë ka vendosur dhe vetë Han. Muajin e ardhshëm ai do të jetë në Kinë.